Përfaqësuesit e Saubermacher Tetov realizuan takim me myftiun e Tetovës Elver Xhemaili me qëllim theksimin e rëndësisë së pastërtisë si vlerë fetare, shoqërore dhe mjedisore, si dhe rolin e saj në rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe përgjegjësisë qytetare ndaj mjedisit. Në kuadër të këtij takimi, në bashkëpunim me myftinin e Tetovës dhe në koordinim me imamët, u dakordua që në hutben e ditës së premte në të gjitha xhamitë e territorit të komunës së Tetovës të rekomandohet mbajtja e ligjëratës me temë pastërtinë, duke theksuar rëndësinë e parimit që lidh besimin, përgjegjësinë shoqërore dhe mbrojtjen e mjedisit. Duke u nisur nga fakti se pastërtia përbën një nga shtyllat më të rëndësishme në çdo besim, Saubermacher Tetov ka realizuar shpërndarjen e broshurave informuese në të gjitha objektet fetare, lidhur me regjistrimin në platformat online të kompanisë, me qëllim lehtësimin e procesit të pagesave për qytetarët, si për ata që jetojnë në vend, ashtu edhe për ata që ndodhen jashtë shtetit. Përveç shpërndarjes së fletushkave informuese për çdo objekt fetar nga Saubermacher Tetov, është shpërndar edhe korp për mbeturina. Përmes këtij aktiviteti, qytetarët informohen për mënyrën e regjistrimit dhe përdorimit të platformave digjitale të Saubermacher Tetov, të cilat mundësojnë pagesa të shpejta, të sigurta dhe të qasshme nga çdo vend. Kjo iniciativë synon të rrisë ndërgjegjësimin publik për përgjegjësinë individuale dhe kolektive ndaj mjedisit, si dhe të përforcojë modernizimin e shërbimeve komunale përmes përdorimit të mjeteve digjitale, thon nga kompania Saubermacher. Nga kjo kompani falenderojnë myftinin e Tetovës dhe të gjitha bashkësitë e tjera fetare për bashkëpunimin dhe mbështetjen në këtë iniciativë në shërbim të qytetarëve dhe mjedisit jetësor.